Gruaja në operën e dashurisë është koncerti vokal instrumental që do të vijë në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit mbrëmjen e nesërme në orën 19. Eroinat ikonike të repertorit botëror operistik marrin frymë përmes interpretimit të sopranos Alisa Katroshi, shoqëruar në piano nga Herta Cane. Një mbrëmje e veçantë kushtuar muzikës së filmit shqiptar në drejtimin e dirigjentit Gridi Kraja dhe interpretimin e orkestrës simfonike Simfoart do të vijë mbrëmjen e sotme dhe nesër në orën 19 në Teatrin e Metropolit. Impresione urbane është ekspozita e 4 arkitektëve: Maksim Mitrojorgji, Valentin Voshtina, Piro Stefa e Olsi Plasa, që do të çelet nesër në orën 18 në Galerinë Nikolet Vasia në Durrës. I uaj nga Albert Camus, shfaqja që do të vijë premier te Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spajvogli në Tiranë mbrëmjen e sotme në orën 20. Pukan Fest është festivali që po mbahet në Puke që sjell kulturë dhe argëtim. Sot dhe nesër si pjesë e këtij festivali do të organizohet konkursi i fotografisë në qendër të cilit është Puka. Në Tiranë po vijon të mbahet aktiviteti lidhur me 50 vjetorin e animacionit shqiptar. Pjesë e tij janë 10 filma që shfaqen në pika të ndryshme të kryeqytetit. Sot dhe nesër do të vijojnë të shfaqen një sër filmash te Qendra e Artit Agimi dhe te Kinema Drita në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Halli Hallit nuk i ngjan. Është shfaqja që vjen premier mbrëmjen e sotme në orën 19 në Teatrin Petro Marko në Vlorë. Fausti vijon shfaqjet e tij në skenën e Teatrit Kombëtar pranar Turbinës. Ai do të shfaqet sonte në orën 20.